A jena gati? Kontabiliteti sot është pjesë e pandarë e çdo biznesi dhe ka kaluar nga një rol administrativ në një partner strategjik të biznesit. Pra, është sistemi nervor i vetë biznesit. Sidomos duke pas parasysh që trendet teknologjike janë të e mundësu qasjen në të dhëna në kohë reale, kjo ndihmon edhe biznesin të bëj vendimet informume. Raportet financiare që janë vinë nga kontabiliteti janë të domosdoshme për çdo veprim të kompanisë. Si në menaxhim, si në zgjerim, sikur me identifikue të mirat, me identifikue dhe problemet. Edhe realisht është një vegël që e quaj që sot deri është pjesë e kontabilitetit, po së bashku këto dyja është vegla kryesore për shëndetin e kompanisë. Kontabiliteti fillimisht ka qenë një raportim në bazë të ligjeve që është desht të përcjellim, mirë po me kohë është pa që kontabiliteti është një vegël e cila mund të ndihmoj në rritjen e biznesit tonë. Ato që kemi të trajtu kohën e fundit është pjesë në integrimit të platformave të AI, me në ndihmu me platformat ekzistuese që i kemi që edhe procesimi dhanave me qenë hala ma i shpejt, edhe në rastin tonë me ndërmarrë vendime sa ma shpejta që për raportet të caktuar mos me prit disa ditë të caktume, por që me qenë gjendje aty për aty me pas raportin edhe me marrë vendim për shkak se kur jem biznes shpesh herë vynë sa ma shpejt me marrë një vendim dhe nuk e shumë kohë me shty për një raport për nesër ose për një javë në tutje. Është rëndësishme pas një platformë ku bëhet menaxhimi i financave në atë kuptimin i përditshëm edhe menaxhimi i kostov me ditë çdo moment bazë paramasën, bazë para llogarisë, ku të ka shku një çmimi metrës katror i ndërtimit edhe ku është break even ose ku po del projekti me fitim ose pa fitim ose me zero. Çka kisha pas qef me pa ma tepër si përmirësim në tregun e Kosovës është jo vetëm të kemi kontabilistë të aftë teknikisht, mirë po ma tepër ekspertë të cilët e njohin mirë biznesin edhe dinë të interpretojnë analizat financiare për parashikime dhe vendime strategjike. Kontabilista gjithmonë duhet me marrë edukime të vazhdueshme profesionale. Përparësia në digitalizim është për shkak që kontabilistat ndoshta nuk ka nevojë më me hub kohë në punë teknike, por munden me u koncentru ma shumë në analizat të biznesit.